Shikues të dashur, po besoj që po mahniteni nga kjo pamje madhështore mbrapa meje, siç edhe unë po mahnitem. Po e vazhdojmë këtë rukëtimin tonë në Vjenë me këtë vend kaq madhështor, i cili në çdo kënd, pra Vjena në çdo kënd është e mrekullueshme. Ne sot do shkojmë tek një restorant tjetër shqiptar, ku do e shohim se si përgatitet shnicla vjeneze. Vetëm aty, kështu që qëndroni me neve edhe vizitojmë këtë restorant të shqiptarit dhe shohim më shumë nga bukuritë e Vjenës. E shikues të dashur, siç ju thash edhe më herët, tani është radha që të vizitojmë pra një restorant tjetër këtu në Vjenë, është diku 15 minuta larg Vjenës, dhe jemi bashkë me Besnik dhe Elhami Berisha, me vëllezrit Berisha pra këtu. Faleminderit shumë që na pritet sot dhe po shpresoj që kemi me kalu mirë në këtë intervistë. Faleminderit juve. Mirë se më ardhë. Vlezit, do me thonë, këtu jemi shikues dashur 3 verish për momentin. Besnik dhe Elhami, a mundeni me tregu se si u inspiruat që të hapni Schnitzel House? Pas një periudhë shumë të gjatë në fushën e gastronomisë, vendosëm që në vitin 2017 të hapim restorantin e parë. Edhe punoj me konceptin Schnitzel, tipik, produkt tipik austriak. Po përveç shniclës, të cilën e keni kështu si produkt kryesor në menu, qysh e bëni përzgjedhjen e menus? A mundesh më na tregu pak? Përzgjedhja e menus është nga kuzhina austriake, që ka traditën e vet, në Vjena, si njihet edhe si Vjena Schnitzel, por edhe me disa produkte që lidhen si cordon bleu edhe disa produkte tjera moderne. Keni pas ndonjë vështirësi deri në hapjen e këtij restoranti, sepse i keni edhe 2 të tjera përveç kësaj që jemi këtu sot? Vështirësitë janë zakonisht në vitin e parë, ku ishte fitimi i besimit te klientët, por edhe konkurenca në treg, që Vjena ndihet natyrisht që ka një gastronomi të hapur, dhe kjo ishte sfida më e madhe që klientët, që shojmë edhe na klient rregullt, fitimi i tyre dhe pasi që e arritëm t'i hapim edhe 2 pika të reja, ku gjithashtu ishte edhe një sfidë e madhe, sepse një pikë hapet më lehtë, mirë po përbet 2 fishu ose 3 fishu, është tani një punë ekstra që don angazhim të madh dhe përkushtim. Po çka e bën Schnitzel House, Schnitzel më të veçantë se restorantet të tjera? Po tek ne është shumë e rëndësishme cilësia dhe kvaliteti i mishit, në rand të parë. Mirë po edhe produkte tjera përbërëse, siç janë milli, vaj, vezë, bio e tjera. Do thotë gjitha janë të një kvaliteti të lartë dhe çka është më e rëndësishme se çdo pjatë përgatitet pasi që merret porosia. Nuk ka kur gjë diçka më herët që përgatitet, gjithçka përgatitet, do thotë masi të merret porosia, dhe çdo porosia është individualisht e përgatitur për çdo klient. Po ai përshtat një recetat e Schnitzel tash në mënyra moderne apo i qëndroni asaj tradicionale që ka qenë më herët? Zakonisht i qëndrojmë tradicionales, por si thash edhe më herët ka edhe versione të ndryshme që janë të kërkuara në treg dhe janë të njohura në kuzhinat austriake, por zakonisht traditën e Vjena Schnitzel ajo ruhet gjithmonë. Po cili është specialiteti më i kërkuar nga klientët, përveç Schnitzel, sepse e dim që këtu jemi në Schnitzel House, shtëpia e Schnitzelit, po a ka ndonjë specialitet tjetër që kërkohet shumë nga klientët që vinë këtu? Po zakonisht është kjo cordon bleu. Kjo është produkt austriak, të cilët janë mbushur me djath, me... Po pse mendon që ka shumë sukses Schnitzel? Cilësia, do thotë kvaliteti, shërbimi edhe ambienti.
Po, a ka ndonjë përbërës ose mënyrë të gatimit që e përdorni ndryshe nga restorante të tjera tipike austriake që janë? Për pas që thash edhe ma heret që e kem kvalitetin e mishit dhe produkteve tjera dhe natyrisht kuzhina bëhet me plot dashuri dhe me pasion, nuk ka diçka në erze apo diçka që shtohet, gjithçka është origjinal dhe nuk përdorëm, do të thonë që jep shije diçka më tepër. Po. Sa është e vështirë me rujt atë autenticitetin e kuzhinës austriake për juve? Edhe a keni ndoshta ndonjë pikë kështu që e bëni ma ka tradicionalja e jonë, për shembull? Zakonisht na e ruajmë shumë këtë autenticitetin austriak dhe diçka ka tradicionale nuk kemi, por çka është shumë e rëndësishme, kemi shumë klientë shqiptarë, sepse kemi një pjesë që na vizitojnë dhe e konsumojnë shumë. Tashmë produkti Vjena Schnitzel ka edhe në Kosovë dhe na, por jo, ka tradicionale nuk kemi diçka. Besnik t'ja bëj edhe një pyetje për fund Elhamis, cilat janë planet për të ardhmen? Ndoshta nga këto 3 restorante, mundet me pas edhe tjera, ndoshta edhe në Kosovë, pse jo? Natyrisht që plani jonë është për me zënu rjetin, por plani jonë, ëndra jonë është që edhe një koncept tipik kosovar me prunë Vjenë. Do me thonë e kundërta, jo me sjell specialitetin pra vjenez në austriak në Kosovë, por e kundërta, me sjell diçka tradicionale nga Kosova këtu në Vjenë. Kështu është ëndra jonë. Po si a bëni një ftesë të gjithë shikuesve të emisionit Pasion e Profesion që me ardhë dhe mi ju vizitu këtu në Schnitzel? Tashmë jemi në 3 pikat tona që i kemi, një është në Vjenë dhe 2 i kemi në Niederösterreich, do të thonë Austria e Hult. Dhe mund të na vizitojnë, adresat i kemi në webfaqen tonë dhe munder me ju gjeta shumë lehtë. Absolut, po. Faleminderit shumë Besnik dhe Elhami. Faleminderit. Shikues të dashur, një nga destinacionet kryesore turistike në Vjenë është pra edhe Parlamenti i Vjenës, i cili është ndërtuar në stilin neoklasik dhe gjithashtu është ndërtuar prej vitit 1874 deri në vitin 1883. Gjithashtu është edhe kjo statua e Palladës Athena. Na ndiqni në vazhdim për të parë edhe vende të tjera.